Vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve që shuan në zjarrin e përmasave të mëdha në kompleksin Arlis, në zonën e njohur si Farmacia 10 në Tiranë, ku u shkrumbruan 71 apartamente. Deri më tani autoritetet kanë publikuar një raport përfundimtar mbi shkaqjet e ngjarjes apo për vlerën e dëmeve të shkaktuara. Pas ngjarjes, prokuroria dhe policia e Tiranës kanë ndërmarrë veprime hetimore, duke arrestuar 4 persona dhe duke proceduar penalisht 4 të tjerë për veprat shkatrimi pronës nga pakujdesia dhe shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë. Hetimet janë përqendruar edhe në analizimin e pamjeve të kamerave të sigurisë, të cilat sugjerojnë se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një grumbull kartonësh i përfshirë nga flakët, dyshohet nga pakujdesia e disa fëmijëve ose nga një cigare e hedhur nga kaset e mosipërme. Përhapja e shpejtë e flakëve në të gjithë fasadën e ndërtesës brenda pak minutash ka ngritur dyshime të forta mbi cilësinë e materialeve të përdorura në ndërtim. Kjo ka shtyrë autoritetet që të paralajmërojë një valë të gjerë inspektimesh në të gjitha ndërtimet e reja në vend. Sipas burimeve, javën e ardhshme pritet të nisë një proces verifikimi që nuk do të kufizohet vetëm në dokumentacionin ligjor të lejeve të ndërtimit, por edhe në kontrollin e materialeve të përdorura dhe standardeve teknike të sigurisë. Me një akt të posaçëm, kjo përgjegjësi pritet i kalojë Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, i cili do të përcaktojë metodologjinë e kontrollit për çdo projekt. Njëkohësisht, një tjetër fokus i kontrolleve do të jetë edhe subjektet që operojnë në ambientet e banimit dhe përdorin bombula gazi apo oksigjeni. Autoritetet paralajmërojnë se çdo shkelje e rregullave për vendosje dhe përdorimin e tyre do të ndëshkohet nëse konstatohet rrezik për sigurinë publike. Masat e ndërmarra synojnë të parandalojnë ngjarje të ngjashme në të ardhmen dhe të rrisin standardet e sigurisë për jetën dhe pronën e qytetarëve.